Përshëndetje të dashur miq, unë jam Zamiri. Unë jam Artan. Tani po ndodhemi në Palatin Perëndorak të Shenjangut. Edhe ky grup ndërtesash ka një histori prej mbi 400 vjetësh. Dhe këto ndërtesa kanë qenë qendra politike të dinastisë Qing para se të hynte në zonën qendrore të Kinës. Kemi mësuar që këtu janë integruar elemente të shumta të komësive të shumta të Kinës. Tashi unë e Artani do të eksplorojmë bashkë si janë integruar, si janë kombinuar këto elemente të komësive të shumta. Po, stili arkitekturor këtu është i ndryshëm nga Pallati Perëndorak në Pekin. Shkojmë ta shohim. Hajde, shohim bashkë. Edhe kjo, tjegu me ngjyrë të verdhë. Siç është në çadin e palatit. Zogu çfarë është ky? Lejlek. Zogj dhe kafsh. Po, Artan, tani jemi këtu në këtë palatin kryesor. Po, kjo që ka shumë ndërtesë madhështore krahasuar me këto ndërtesat përreth apo jo? Po, tamam, e ke parë atë pjesën më të lartë? E dini pse është me formën 8 këndore? Nuk e di pse. Se kjo është forma e tendës e komësisë manqure gjatë gjuetisë. Do të thënë kur shkojmë për gjuetin ngren tenda 8 këndore. E keni parë atë pjesë më të lartë, është me ngjyrë të verdhë, tjekulla. Po, tjekulla janë me ngjyrë të verdhë. Edhe ajo vija jeshile, këto janë ngjyra sipas manqurëve, janë ngjyra të natyrës. Janë adhuruar shumë nga manqurët. Po këto si statuja në çati në anë, edhe ato manqure janë, komësisë manqure apo? Faktikisht ja. Kjo në formën e luanit është i stilit të komësisë mongole, që jetojnë në krahinat kullota. Po. Do të thonë ka vërtet ndërthurje kulturave të komësive të ndryshme apo jo në këtë ndërtesë. Pikërisht, se kjo është një ndërtesë ku janë përmbledhur elemente të komësive të shumta. Ja, për shembull, e keni parë këto vizatime, janë me, për shembull, ai është modeli i reve i komësisë hane. Edhe ky modeli i honës është komësisë manqure. Edhe ke parë atë lotus, lule lotus. Po, është i komësisë mongole. Dhe tjetri është komësisë tibetiane, është tetesare. Tetesare komësisë tibetiane. Po, me një fjali, në një ndërtesë janë mbledhur elemente të komësive të shumta. Po, do të thonë modele, modelet e stile janë të stileve të ndryshme, po krijon vërtet një harmoni të përkryer që të befason. Po, tamam, se ky është Pallati Perëndorak i dinastisë Qing. Edhe është djeti i kulturës komësisë manqure. Dizajnimi i palatit është bashkimi i mjeshtërive të zejtarëve të komësive të shumta. Vërtet interesante. Shumë bukur. Këto pavionet, këto ndërtesat në formë tendash që kanë vendosur si gazerma ushtarake, e shikon? Po, tamam, se kjo është një traditë tipike e komësisë manqure. Se perandori edhe zyrtar të lartë, si ministra, ata punojnë në një zyrë të përpashkët. Po, e keni parë këto, arkitekturë, edhe vizatime me ngjyra të ndryshme. Faktikisht kjo është një kombinim me mjeshtrinë tradicionale të komësisë hane. E mund ta quash vërtet është si një depo, si një depozit ku integrohet mençuria e komësive të ndryshme apo jo. Ja, Arta, një pallat tjetër shumë bukur. Po, mua më bëri përshtypje diçka që të gjitha tabelat këtu janë shkruar në dy shkrime. Po, tamam, e ke shumë të tretë. Ai majta është gjuha manqure. Shkrime manqure. Po, ndërsa e djatha është gjuha e komësisë hane. Janë integruar bashkë sepse kjo është një dëshmi që në oborin Perëndorak dhe asaj kohe kishte një strukturë të tillë zyrtarësh shumë komshe. Me shumë komësi, po. Zamir, në fund të kësaj vizite mund të them se më shumë se një pallat Perëndorak ishte si një libër i hapur i historisë, i kulturës së komësive
të ndryshme të Kinës apo Po, ke shumë të drejtë. Elemente të komsive të ndryshme në këtë palatin perandorak të Shenjangut mund të plotësojnë njëri tjetrin shumë mirë. Kështu që mund të them që l'armia është kyçi për harmoninë mes komsive të ndryshme. Shumë e drejtë kjo.